Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Muhammad Sinwar, udhëheqësi i Hamasit në rripin e Gazës dhe vllai i vogël i liderit të vrarë të grupit Yahya Sinwar, është vrarë. Netanyahu njoftoi eliminimin e tij gjatë një fjalimi në parlamentin izraelit, ku përmendi edhe emra të tjerë të zyrtarëve të Hamasit të vrarë nga Izraeli gjatë 20 muajve të fundit, përfshirë edhe Yahya Sinwar. Ai theksoi se në 2 ditët e fundit kanë hyrë në një fazë vendimtare të rishkatrimit të plotë të Hamasit. Sipas Netanyahut, Izraeli po merr kontrollin dhe mbi shpërndarjen e ndihmave në Gaza përmes një sistemi të ri të mbështetur nga SBA. Deri më tani, Hamasi nuk e ka konfirmuar vdekjen e Muhammad Sinwar. Muhammad Sinwar besohet jetë vrarë në një sulm izraelit në një spitali në jug të Gazës në fillim të muajit, por lajmi u bë zyrtar vetëm tani. Ai kishte një rol kyç në Hamas, si antar i krahut ushtarak të grupit dhe pjesë e shtabit të përgjithshëm të tij. Ishte gjithashtu një nga organizatorët e sulmit të vitit 2006, kur mbylli ushtari izraelit Gilad Shkalit, i cili më pas u shkëmbye me 1000 të burgosur palestinez, përfshirë edhe vllain e tij Yahya. Muhammad Sinwar besohet të ketë qenë në dieni për sulmin e 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit. Në një intervistë për Al Jazeera në vitin 2021, ai tha se Hamasi disi të godas Izraelin aty ku dhëm më shumë. Izraeli vazhdon ofensivën e tij në Gaza që nga tetori i kaluar, pas një sulmi të paprecedent nga Hamasi ku u vra rreth 1200 izraelit dhe u rrëmbyen mbi 250 persona. Si kundërpërgjigje, Izraeli ka ndërmarrë sulme të pamëshirshme në Gaza, duke shkaktuar mbi 53.000 viktima sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, shumica prej tyre civil, dhe ka zhvendosur mbi 2 milion persona.